edhe pse patëm një lëvizje kohëve të fundit të një marrëveshje inkognito, që ka zgjatur 2 muaj, por që publiku i Kosovës nuk e ka ditur, në mes të kryeministrit Kurti dhe përfaqësuesit të BE-s, zotit Sorensen, në lidhje me ligjin i cili u përmend këtu nga pothuajse të gjithë referuesit rreth tavolinës së Këshillit të Sigurimit, pra ligjit për të huajt, pra ligji i cili është pezulluar apo ka marrë një afat kohor për implementim në mënyrë që qytetarët serb apo serbët të cilët punojnë në institucionet të ndryshme brenda Kosovës të pajisen me dokumentacion të qëndrimit pra permanent në Kosovë, që është, më duket, nëse s'gaboj, është 1 vjeçar. Pra, kemi lëvizje në drejtim të negociatave, pra është zhvilluar një negociat e pranueshme nga të gjitha palët për momentin, dhe sipas përfaqësuesës së BE-s Kaja Kallas, pra ftohen përfaqësuesit më të lartë të shteteve pra përfaqësuesi i Kosovës, kryeministri Kurti, dhe përfaqësuesi i Serbisë, presidenti Vučić, pra në nivel më të lartë që të vazhdohen negociatat, dhe unë besoj që negociatat do të vazhdohen. Përndryshe kemi retorik nga të dyja palët, një retorik tensionuese që kërkon eskalim, fillimisht vjen nga pozicioni presidenti Vučić dhe pastaj i kthehet në të njëjtën masë edhe nga kryeministri Kurti. Por mendoj që kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Britanisë së Madhe që unë dëgjuan sot, dhe të Francës janë që të kthehen dialogut, dhe unë shpresoj që dialogu ka filluar me përmasat të nivelit më të ulët, por pastaj do të ngritet edhe në nivel më të lartë të dy shtetet. Po, do t'i prengaj, vlerësoni se duhet të ndrojë edhe qasja e Bashkimit Evropian kërshi palës serbe, sepse ka pasur